Derivatet e naftës lirohen mesatarisht për 2,73%. Nga mesnata, 1 litër naftë do të shitet për 95,5 denar, Eurosuperi BS 95 për 82 denar, kurse Eurosuperi BS 98 do të kushtoj 84 denar. Komisioni Rregullator për Energjetik miratoi vendimin për konstatimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë për derivatet e naftës dhe karburantet e transportit. Sipas vendimit, çmimi i ri i vajit ekstra të lehtë për ambisri është 96,5 denar për litër, çmimi i mazutit do të jetë 49,227 për kilogram. Komisioni Rregullator për Energjetik sqaron se korrigjimi i çmimeve është si rezultat i uljes së çmimeve referenciale në bursat botërore, si dhe lëvizjes së kursit të denarit lidhur me dollarin amerikan. Benzina ulet mesatarisht për 2,7%, dizeli për 3,25%. Në arsyetim potencohet se gjatë formimit të çmimeve janë marrë parasysh edhe akcizat, harxhimet për distribuim, kompenzimi për rezervat dhe harxhimet ekologjike konform metodologjisë në fuqi.